Komisioneria e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Koz do të zhvillojë vizitën e parë zyrtare në Shqipëri në datën 12 deri në 14 mars, ku do të diskutojë me autoritetet shqiptare mbi ecurinë e procesit të anëtarësimit dhe progresin e reformave kryesore, veçanërisht në drejtësi. Në këtë kuadër, Koz do takohet me kryeministrin Edi Rama, kryenegociatorin për Bashkimin Evropian Majlinda Luka dhe kryetaren e Kuvendit Elisa Spiropali. Gjithashtu do të zhvillojë takime me institucionet e pavarura të drejtësisë, deputet, përfaqësues të opozitës dhe organizata të shoqërisë civile. Një pjesë e rëndësishme e vizitës së saj do të përfshijë një udhëtim në Elbasan, ku Koz do të vizitojë 3 projekte të financuara nga BE. Këto projekte lidhen me mbështetjen e sipërmarrjeve sociale që shfrytëzojnë asetet e konfiskuara nga krimi i organizuar, ndihmë për gratë, viktima të dhunës me bazë gjinore dhe përfshirjen e studentëve në programin e shkëmbimit të shkollave të Ballkanit Perëndimor që promovon pajtimin dhe dialogun ndërkulturor. Vizita e saj konsiderohet një moment kyç për të vlerësuar hapat e Shqipërisë drejt integrimit evropian dhe për të nënvizuar rëndësinë e vijimit të reformave për të siguruar progres të qëndrueshëm.